Shkruan Muslim Urrizi. Duke bërë njëri të egrin që i arrestoi e tjetri Babaxhanin që po i nxjerr të gjithë një nga një, se Gjoja mbaroi në fatet e hetimit apo i çon vet spaku për pushim në GKKO, si së bashku para pushtetit, marrin leje hotelesh në Qeparo në emra Kushërinj, shkate pallatesh në Orikum në emra Fantazm, një kat komplet te kompleksi i ri te rruga e Kavajës në emër të familjarëve, një hyrje por në emër të një Nesunoje që ndoshta nuk ekziston fare si person, te Gjiri Lalzi te kompleksi Valamar, fonde nga Krifca dhe AZHBR për mbi 50 hektar ullishte në Berat, disa miliona euro të shkoqura me përqindjet e 2-3 biznese që marrin qindra miliona euro koncesione nga Rama. E kështu duke u dukur në pamje të parë si flashko apo pak debil, ja dolën ta kthejnë spakun në një kompani super fitimprurse. Pa llogaritur edhe ato shejtan rrogash e dietash, makina, karburant, roje për vete e familjen që shkojnë rreth 150.000 euro në vit. Nga 16 dhjetori në 16 shtator, që përkon edhe me konferencën e Pezës, mbushen fiks 8 muaj që spaku është kthyer si Karitasi dikur apo organizat bamirësie, duke liruar pothuajse të gjithë ata që u arrestuan me bujt madhe e marrëveshje të vogël. Më 16 shtator mendoi që do të dalë edhe Erioni i Bashkisë, me që më datë 15 ka gjyqin dhe kështu 7 vjet spaku punoi për të arrestuar kombajner Bektashin nga Kozara, profesoret Bim Priftin, 6 herë Lefter Kokën, 5 herë Fatostushen, 3 herë Vajnxhush Dakon dhe nga 2-3 herë Shukriun e Dibrës, Safetin e Kuksit, Lefterin e Bulqizës dhe ndonjë policë qarkullimi që kapet në flagrancë duke marrë 5.000 lekë. Se për inceneratorin e Tiranës, anijet e Bangladeshit, Bankers Petroleum, Fridën e AZHBR-s, Benetin e Shkodrës, Isain e Ersekës, Manastirliun e 4 koncesioneve, lindën pa shtëpi të Akshit, koordinatorin e qeverisë me banda, dosjen 184 të zgjedhjeve në Dibër, e plot të këtij lloji as si bëhet fjalë të nisë ndonjë procedim penal. Gjyqet si Gërdeci e të tjerë zvarriten pafund, se ashtu është një muhabet derisa të mbaroj mandatin Hajdari i Spakut dhe pastaj ta gëzoni reformën të gjithë ju që u gëzuat shumë në vitin 2016, kur 140 deputet votuan si të tredhur për këtë drejtësi palaçësh. Këta pra janë, sipas shterpës Jurikim, heronjtë e fëmijëve tanë, se vetë ishte bironj transe dhe nuk ishte fëmijë. Tani ftoi banorët e fshatit Qeparo, që kush e gjen se kujt i kushërit të Hajdar prokurorit të Spakut është ky hotel, që ka marrë leje për të bërë disa herë më i madh se ç'duket, ka një dark në Green Coast, ku jetojnë Hajdar hajdutët e pushteteve të 36 viteve me demek demokraci. Po ashtu ftoi banorët e Orikumit të gjejnë se i kujt Hajdar prokurorëve të Spakut është ky kat i këtij pallati në Orikum, dhe kushdo që e gjen ka një dark në dhërmi, ku ndërtojnë Hajdar hajdutët e pushteteve.